Zoti Beleshi, I bashkangjitëm kolegëve sepse me që diskutojmë ditën e integrimit dhe në konceptin tim Bashkimi Evropian është vlerë. Është ndërtuar nga njerëz me vizion të madh, të cilët erdhën nga koha e autokracisë dhe menduan që e ardhmja për kombët e tyre ishte demokracia. Në këtë seancë të rëndësishme, siç është kjo sotmja, duhet ishte kryeministri I Shqipërisë, duhet ishte krye negociatorja, duhet lexojë raporti. Pse nuk ndodh kjo gjë? Pse nuk lexohet raporti dhe pse nuk është kryeministri I vendit, sepse të jesh pjesë e një unioni sot, ku është unioni më demokratik në botë, është mirë që të diskutojmë. Dhe ata që ndërtuan dhe themeluan këtë union, besuan që e ardhmja e tyre dhe kur I dorëzuan planin nga Jean Monnet Robert Schumanit, I cili kishte kaluar në luftën e dytë botërore, kishte përjetuar luftën, autokracinë, diktaturat, filloi të besonte dhe hodhi një tezë. Kombet tona do të jenë sigurta vetëm nëse ka demokraci. Në Shqipëri nuk ka demokraci. Në Shqipëri ka autokraci. Nuk shkohet në Europë as me recitime, as me lavdrime, as me servilizëm, po shkohet me kritik. Kryeministri I Shqipërisë do të jetë në parlament, do të jetë krye negociatorja dhe duhet lexohet raportit për problemet që ka Shqipëria. Nëse ne flasim më shumë për problemet, jemi më afër Europës. A nëse ne kthehemi lavdrimeve, propagandës, glorifikimeve, atëherë nuk bëjmë asgjë tjetër, vetëm se kthehemi aty ku ishim 50 vjet tërkohës. Kështu që kjo ditë kaq e rëndësishme, e cila, dhe unë do mbaj një fjalim për e tërhoqja fjalën, ka lënë vetëm 4 minuta për të folur për integrimin e Shqipërisë, e cila është një vizion e një pjesë të madhe të përsekutuarve politikë që vdiqën burgjeve të komunizmit për vlerat perëndimore, vetë doja të flisja sot të paktën një 10 minutë për këtë tezë. Koha e caktuar është minimaliste. Ne nuk hymë në Europë me servila. Harrojeni këtë gjë. As me injorim, as me bullizim. Europa është vlerë, bazohet në një vlerë të madhe. Dhe nuk hymë dot as me krimin organizuar, as me heqje fjale, as me shkurtim fjale. Hymë vetëm me vlera. Prandaj do ishte etike, po njerëzit që nuk kanë pasur ndonjëherë etik, nuk e kuptojnë ç'është Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian nuk mund të jetë forcë, nuk mund të jetë vota pafund, nuk mund të jetë krim. Bashkimi Evropian ka lindur pikërisht nga dhuna që kanë përjetuar popujt. Faleminderit.